Ndërsa e gjithë bota feston 1 maj, ditën ndërkombëtare të punëtorëve, në tregjet e Tiranës atmosfera është e zymt. Një vëzhgim i CNA-s i kryer në terren zbulon një realitet ronditës ku shporta baze e ushqimit është shndërruar në një luks të paarritshëm për pjesën më të madhe të popullsisë. Sipas vëzhgimit të CNA-s të kryer këtë të premte në marketet e kryeqytetit, u pa se çmimet kanë pësuar një rritje që sfidon çdo arsye ekonomike të xhepit të qytetarëve. Qershia fruti simboli Stinës kryeson listën e shtrenjtimit, duke u shitur me një çmim skandaloz prej 1100 deri në 1500 lekësh për kilogram. Po ashtu kumulla ka arritur shifra nga 500 deri në 600 lekë, ndërsa avokadoja tregtohet nga 400 deri në 500 lekë. Dita e punës të ikën me një pjatë qershie kumulla, megjithse nga luksi i tyre të mbjen dhëmbët për pensionistët janë të ndaluara. Edhe frutat që dikur cilësoheshin si të zakonshme sot kanë çmime të kripura. Molla varion nga 170 deri në 420 lekë, dardha kushton 300 lekë, ndërsa bostani ka arritur në 360 lekë për kilogram. As produktet bazë të shportës nuk mbeten pas, ku limoni tregtohet me 300 lekë, lule shtrydhja me 150 deri në 200 lekë, ndërsa portokalli, banania dhe domatja luhaten nga 170 deri në 180 lekë për kilogram. Si mund t'i provoj frutat një pensionist, një familje me të ardhra të ulta apo qofte edhe të mesme përballë këtyre sfidave? Në një ditë kur duhet të festohet dinjiteti i punës, qytetarët ndihen të braktisur nga mekanizmi kontrollues i shtetit. Për shtresat e mesme dhe të ulta, tavolina e festës së 1 majit është më e varfër se më parë. Pensionistët të cilët kanë kontribuar një jetë të tërë për këtë vend ndihen të revoltuar, pasi mundi dhe djersa e tyre nuk mjafton as për blerjet më bazike. Ata që punojnë thjesht i shëtisin me sy, nuk ja u çojnë dot një pjatë qershi fëmijëve në tavolina. 1 maj gjen punonësit shqiptar, jo duke kërkuar një jetë më të mirë, por duke punuar për të pasur ushqim mjaftueshëm në tavolinat e tyre.